Prej sebepeve për me hinë xhennet, sebepeve të leta, është që muslimani mës me lyp sadaka. Ndëgjoni më vëmendje këtë punë. Po hoq, ti e përmene që du të mi dhonë njerëzve të varfër, na du të mi zgjedh të varfërit dhe mi dhonë sadaka. Nga Thubani radiallahu anhu transmeton se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush më premton se nuk do të kërkoj nga njerëzit sadaka lëmosh, i premtoj atij xhennet. Kuptimi është ti o i varfër që Allahu të ka sprovu me varfëri. Ti ke shansën me hinë xhennet me një kusht, ban sabër nga varfëria që Allahu të ka sprovu. Mos e shtri dorën me një herë me kërku sadaka. Kuptimi është kjo. Do të thotë mos u ban lyps pa nevojë. Mos u ban lyps iPhone-in 7 që në xhep ti shkon dhe trokit derën e tregtarit dhe thu am sadaka. Atëherë për me hinë xhennet është sabërllëk me bë sabër në varfëri. Deri kur vjen momenti, sot njerëzit që lipin për luksozin që i mungon, jo për nevojën që i kanë. Nuk përjashtojmë që nuk ka njerëz që s'kan nevojë. Kanë nevojë dhe duhet mi ndihmu atyre. Por ti që ke nevojë, mundohu me bë sabër, jo të mungon një pjesë e luksozit tjetër ta shtri dorën të kërkoj. I na të fol sebeb për me hinë xhennet. Allahu të ka sprovu ty me varfëri. Pejgamberi alayhis salam ka qenë i varfër, ka bë sabër, ka dalë uritur në mesin e natës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i varfër. Ka pas mundësi me qenë më i pasur i asaj kohe. E ka zgjedh këta, për shka? Ka bë sabër në varfëri. Prandaj sabri në varfëri është krenari e besimtarit. E lyp një dora që jep është më e mirë se dora që merr. Prandaj ti që je i sprovuar me varfëri, mos e shtri dorën me njerë me trokit në derë dhe mi thonë, për i zatë Zotit, am këtë ose amat. Po ban sabër. Atëherë, po na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush don me hinë xhennet, prej sebepeve të xhennetit është çka mos me lyp, po me bë sabër në, do të thotë në varfëri.